Martin Berisha. Ai është duke u intervistuar nga prokuroria speciale. Ky intervistim vjen pas dyshimeve për një aferë financiare të Berishajt në Sloveni. Nga një kompani serbe janë derdhur në baza të rregullta prej 5.000 deri në 50.000 euro për çdo muaj. Mbi gjysmë milion euro janë bartur nga Mali i Zipër në Sloveni, kurse rolin e transportuesit të parave e kishte ambasadori i Kosovës Berishaj. Ambasadori Martin Berisha ai është duke u intervistuar nga prokuroria speciale e Republikës së Kosovës. Intervistimi është duke zhvilluar tash disa orë, kanë treguar burimet e gazetës Insajderi. Aferat e tij kanë tejkaluar moti kufijtë e Kosovës, kanë prekur Serbinë e Sloveni. Ky intervistim vjen pas dyshimeve për një aferë financiare të Berishajt në Sloveni, për cilin fillimisht u raportua nga mediat atje. Vitin e kaluar, mediat slovene shkruajtën për një skandal të madh financiar, ku ishte përfshirë Robert Golob, kryetar i Partisë së Lirisë. Në këtë aferë ku dyshohej për shpërndarje parash, duke që ishte përfshirë edhe ambasadori Berishaj. Një televizion sloven, Planet TV, kishte raportuar se mbi gjysmë milion euro janë bartur nga Mali i Zipër në Sloveni, kurse rolin e transportuesit të parave e kishte ambasadori i Kosovës Berishaj. Televizioni sloven në kronikën e transmetuar tregon se në xhirollogarin MB Consulting e regjistruar në Malë të Zi, nga një kompani serbe janë derdhur në baza të rregullta prej 5.000 deri në 50.000 euro për çdo muaj. Pronari i kompanisë MB Consulting në bazë të dokumentacionit zyrtar është Martin Berishaj. Në raportimet e media slovene, Berishaj dyshohet se ka bartur në para cash rreth 600.000 euro nga kompania e tij në Malë të Zi për tek politikani sloven. Në lidhje me akuzat, ambasadori i Kosovës i kishte shkruar një status të gjatë në Facebook, ku kishte provuar që të jepte përgjigje akuzave që i qëndron mbi kokë, mirë po shkrimi i tij vetë se i kishte zgjeruar edhe më shumë mjegullnaje në rreth këtij rasti. Po ashtu, Berisha po hetohet edhe për raportim të rrëmë të pasurisë. Ky hetim kishte nisur muaj më parë nga Agjencia kundër korrupsionit, duke bërë të ditur se dorëzuar edhe një kallëzim penal në prokurori.